23 golla si 13 vjeçar. Kush tjetër mund t'i shënonte poshtë Ronaldinhos? Të gjithë e kujtojmë si super yllin e Barcelonës dhe Brazilit. Mirë po, shumë pak prej ne e dim se si Ronaldinho fitoi vëmendjen për herë të parë nga mediat. Ronaldinho doli nga futbolli brazilian për të bërë më pastaj ylli i Evropës dhe mbar botës. Golat e tij me Barcelonën dhe skuadra tjera janë ato që më së miri kanë treguar për talentin dhe potencialin e tij, derisa talentin e kishte shprehur qysh në moshën 13 vjeçare. Besoni apo jo, si vetëm 13 vjeçar, Ronaldinho kishte arritur të realizonte 23 gola për skuadrën e tij në një ndeshje në ligën e terrenit vendor në Brazil. Menjëherë pas kësaj, ai ishte ftuar nga mediat për intervistë dhe në këtë rast i kishte quajtur si futbollist të tmerrshëm kundërshtarët e ekipit të tij. Pas kësaj, Ronaldinho ftua nga ekipi Gremjes për të rinë dhe më pas mori ftesën për kombëtarën U17 të Brazilit, me cilën u paraqit në Kupën e Botës për këtë grupmoshë. Pastaj e dim se çfarë ndodhi me karrierën e Ronaldinhos. Titujt ekipor dhe titujt individual ishin ata që më së miri e përshkruan karrierën e futbollisti, siç ishte vetë Ronaldinho.